Një temë e cila ngacmon politikën e sotme. Jemi në valin e protestave ku ka një lloj abraziviteti të një pjesë të popullsisë, ekologjistë, por tashmë janë bërë shumë rrymë aty për ngritjen e një resorti në Zvërnec. Është zonë e mbrojtur, shikoj që flasin në përgjithësi majtistët e Europës, që duket sigur e kanë ndonjë më tepër për t'i rënë Trumpit se sa po ju hapet barku për Zvërnecin. Italia vetë ka 140 resorte në zonat të mbrojtura, por neve na thonë, një duam të bëjmë, ne na thonë bravo ju shqiptarë që se lejoni të bëhet. Në gjykimin tuaj. Gjykimin tim, them drejtin, ajo që më bashkohem dhe unë me zëmëratën popullore, është që këto gjëra bëhen në mungesë të plot transparencë. Domethënë, edhe gjuha që është përdorur nga kryeministri, njerë thoshte që nuk ka marrëveshje, ndërkohë aty është livruar një shumë parash, që ka bllokuar spaku, me sa kam kuptuar, se nuk është se e kam ndjekur. Pra, ka një gjë e cila ka të tjera pasaj, sigurisht pa kënaqësira për çfarë ka ndodhur, apo jo, ka ndodhur ngjarje të tjera që lidhen, si thuash, me mos eficiencën e qeverisë, për të mos thënë pasaj me korrupsionin e të tjera, të cilat grumbullohen në një moment se kështu ndodh gjithmonë. Ka ndodhur në, ti referoj mes jetës time, edhe antikitetit, ka nisur revolucioni në stadium, e kupton, nga një pakënaqësi e arbitrit edhe merrte dhënë. Kështu që edhe këtu ka një grumbullim të tillë pakënaqësie, e cila shfrytëzohet pasaj për atë. Unë e kam ndjekur sepse kam qelluar, jam të rrugë Durrësit dhe e shoh që ka prurje e madhe çdo ditë më shumë nga zonat periferike të Tiranës. Kam qenë ke Hotel Tirana për kisha një takim një ditën e 3-të të 4-të, edhe aty vinin shumë nga zonat periferike, ndonjëherë edhe dallohet e kudo niveli, sepse thelbi vërtet, bërthama e lëvizjes janë studentët, le ta themi. Dhe studentët janë, si thua, garancia që ajo lëvizje mos dalë nga suaza, edhe nga përgjegjësia, që mund të sjellin zgjidhje të cilat në raste tjera kanë sjellur djegjen e institucioneve, shkatërimin e shtetit shqiptar dhe diskreditimin publik të shtetit shqiptar. Unë e them gjithmonë, 35 vjet, Partia Demokratike në regjistrin e saj ka vetëm sulmi ndaj institucioneve të shtetit shqiptar. Edhe më kujtohet një filozof i madh i cili thoshte, do të kuptosh sjelljet e një individi apo sjelljet e një turme, bëj pyetjen, ku i prodit, kujt i shërben kjo që ndodh? Në qoftë se do debordoj nga, po them deri tani ka qenë, madje edhe ata që them unë, që jam parë aty dhe unë kam parë me sytë e mi edhe personazhe që deri dje gjuanin me molotov, apo jo? Ndaj kryeministrisë, ndaj parlamentit, ndaj ministrive, ndaj bashkisë, e të ti mos i harojmë këto gjëra. Kështu që unë them arsyet janë për të mos u futur pasaj edhe në domethënë një lloj nga të rese që është bërë dhe me politikën e jashtme këto kohët e fundit, se flitet anti-Trump, dhe me drejti, anti-Kushner. Mirë po, problemi është që ne kemi parë ca lëvizje, unë do të thosha që nuk kanë qenë të matura në një kohë kur i thuhet popullit që na thuhet neve, që do hyjmë në Europë. Duroni edhe një qik, edhe një vit, edhe 3 vjet do hyjmë në Europë. Mirë po Europa nuk të falë që ti mos solidarizohesh me politikën e saj të jashtme. Kur Europa dënon masakrën në Gaza, apo jo, gjykata ndërkombëtare i ka hedhur në gjyq,
Netanyahu e njerëzit e tij, ti të shkosh jo në Tel Aviv, por në Jeruzalem, të marrësh dhe fjalim aty. Pra, një njohje, po themi kështu, e tërthort edhe Jeruzalemit si kryeqytet. Europa nuk e njeh Jeruzalemin kryeqytet. Ne kemi njohur më përpara. Më përpara njohëm. Unë nuk e di, e ka njohur, ka qenë dhe Berisha në Jeruzalem, po nuk është se e ka njohur si 2008, domethënë, shumë kohë përpara, ka ndryshuar gjërat, po koha nuk është për të bërë protagonizëm në gjëra që janë me spec, se e sjell valët e luftës, e sjell lindjen e mesme këtu. Praktikisht shumë njerëz e shohin ardhjen e Kushnerit, i cili ka qenë i pari dhe para Trumpit që tha me atë tokë të Gazës për gjakur, që ishte akoma me kufoma, ne do bëjmë një resorte, ka thënë Kushneri apo jo. Këto gjëra njerëzit egzagerojnë, e interpretojnë dhe pasaj fraksione të veçanta e përdorin. Edhe në qoftë se s'është kjo që themu, se dhe unë bëj arsye time, kupton, po nuk është e thënë që është e vërtet. Por, do me thënë, kjo qëndron që në një moment konflikti,